fakti që ke qenë nën e djemve për të ridashuruar, duke menduar gjithmonë se çfarë do mendojnë ata? Atëherë, sigurisht, shiko, njeriu mund ta... Unë kisha një business woman në Turqi që punoja në klinikën e saj. Bëja sporte kurative. Ajo kishte një klinikë shumë të madhe. Kishte një firmë franceze që kishte dhe aparate që mere me shëndetin. Unë mersha me atë fizike. Edhe më tha një herë, i thoja që unë dava dreqit të haj, po m'vjen turp, po t'je shumë e mirë i e re, me ndonë 20 vjeç. Se unë jam darë që atëhere, ndau pajto. I thash më vjen turp, kam të shunat, po ta marrin vesh. Tha, po ti je në këtë Stamboll 20 milionç, ti mund të kryosh një marrëdhënie dhe shumë dhe musadin. Pra ti nuk duhet të frenosh trupin për këtë. Një herë, dy herë, një vit, 2 vjet, se akoma mentaliteti shqiptar jeton aty. Pastaj çfarë ndodhi? Nuk është se unë e organizova që prit tani me vërtet se unë kam ku shkoj dhe ku takoj, se unë kisha mundësi gjitha. Stambolli ka mundësit, një makinë shko ku duash. Por jo se ishin spontane që dikush shikoja që mund t'ishte edhe miku im, edhe pse jo mund t'ishte edhe një dikush që mund të më ndiste ato shkëndia që thoni jo. Dhe kjo ndodhi kështu organike. Kur ndodh organikisht, i ke mundësit që të kryosh një, do me thëmë për aq sa ti ke nevojë, të kryosh to marrëdhënie. Asnjëherë s'jam bërë publike, nuk kam pas asnjëherë një marrëdhënie të gjatë. Një marrëdhënie shumë e gjatë, por në fakt po t'i mbledhësh ato orë dhe ditët që ke flirtuar, po të gjitha mund t'jenë më pak se një vit. Pra, 7 vjet, më shumë mike, se sa, edhe kjo është e dura, edhe i huaj.